Fieri ka çelur zyrtarisht sezonin turistik me një fest spektakolare në Bregdetin e Darzezës. Qindra e qytetar fierak, por edhe vizitorë nga qytetet tjera ju bashkuan aktivitete festive të organizuara për gjatë fundjavës, duke shijuar koncertet me muzik live, garat me kuaj, aktivitete sportive si dhe ndeshjet e boksit. Pjesëmarrja e lartë është cilësuar si një augur pozitiv për sezonin veror të këtij viti nga kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi, i cili u shpreh se përveç atmosferës festive, bashkia ka marrë po ashtu masa konkrete për mbarvajtjen e sezonit turistik. Sipas tij, krahas plazheve të Semanit dhe Darzezës, surpriza e këtij sezoni pritet të jetë po ashtu zona e Pishporës, e konsideruar si një nga perlat e Bregdetit të Fierit. Gjithë sezoni që presim këtë vit, besoj që do të jetë si sot, me këtë pjesëmarrje fantastike, me këtë det fantastik, me këtë rër fantastike dhe padyshim me diellin që sigurisht këtu s'mungon asnjëherë. Ne presim që ky të jetë një sezon shumë i suksesshëm, jo vetëm këtu në Darzezë, por edhe në pjesët e tjera të Bregdetit të Fierit. Pasti edhe përvojën tashmë e kemi të plot, edhe tradita gjithashtu, edhe investimet në fakt që kemi kryer gjatë këtyre muajve të fundit në infrastrukturën për drejt Bregdetit, besoj që do ta mundsojnë gjithmonë më shumë këtë gjë. Unë konstatoj me kënaqësi që sot është dita e parë, hapja e sezonit turistik, dhe ju e shikoni vetë se çfarë pjesëmarrje fantastike ka. Dhe plazhi në fakt ka filluar, kështu që besoj që kështu do të vazhdojmë deri në fund. Së pari ne kemi bërë një shpërndarje më të mirë të gjithë hapësirës plazhit, duke ruajtur raporte drejta dhe sipas përcaktimeve ligjore të plazheve private dhe plazheve publike. Në ato që konsiderohen si parcela ose plazhe publike, ne si bashki kemi marrë gjitha masat, kemi shtuar numrin e vrojtuesve këtë vit, kemi shtuar numrin e kullave të vrojtimit për tritur sigurinë në plazhe. Do të kemi një bashkëpunim më të mirë edhe me privatët në këtë drejtim dhe për të bërë të mundur që të mos kemi asnjë rrezik në këtë pjesë. Në të gjithë vijën në Bregdetare të Fierit operojnë rreth 100 subjekte private, ndërsa këtë sezon do të jenë funksional 6 plazhe publik të monitoruara edhe nga rojet bregdetare. Drejtuesja politike e qarkut të Fierit Belinda Balluku, pas se qeveria dhe pushteti vendor kanë bashkëpunuar për përmirësimin e infrastrukturës, si dhe e krijimin e kushteve më të mira për pushuesit. Balluku theksoi se Bregdeti i Fierit po merr gjithnjë më shumë vëmendje nga turistët vendas dhe të huaj, fal investimeve dhe promovimit të zonës. Faktikisht kjo ka qenë një fundjavë e rëndësishme për të gjithë qarkun, pasi kanë organizuar festat e hapjes sezonit, mbrëm në darkë në Divjak, sot jemi në Darzezë, do zgjasë gjatë gjithë ditës, por duhet thënë se është një festë speciale si kur më parë. Falenderojmë bashkinë për organizimin, Kuvendin Rinor dhe të gjithë subjektet lokale të cilat kanë marrë pjesë. Sot ka pasur dhe një garë kuajsh, që ka qenë një nga eventet më të spikatura, por sigurisht ajo që tërheq më shumë rinin, patjetër janë këngëtarët që janë ftuar nga gjithë Shqipëria, madje edhe nga Kosova. Pushuesit që kishin zgjedhur Darzezën për fundjavë vlerësuan pastërtinë e rërës dhe çmimet e përballueshme, duke theksuar se Bregdeti i Fierit mbetet një alternativë ekonomike, krahasuar me plazhet e jugut. Natyra, deti, rëra, domethënë çdo gjë është e mirë për mua. Mendoj se ky hapje sezonit është shumë mrekulli, shpresojmë që të bëhen akoma dhe gjëra më të mira dhe besoj se do ecin gjëra të mbar. Hapja është shumë e bukur, pjesëmarrja është e madhe. Gjatë gjithë fundjavës në Darzezë u zhvilluan aktivitete festive dhe mbrëmje speciale me artistë nga Shqipëria dhe Kosova, duke e kthyer zonën në një nga destinacionet më të frekuentuara të fillimit të sezonit veror.